A në jemi në mendim për të shtuar, për të paksuar një problem tjetë në gjeratur në mendim. Mos i kujtojt gjatë legës, Ska i administrata? Administrata e kemi të kollajshme, po flasim për vetën tonë. Po të kishtë administrata, që na i kresirë, dhe da një na i kasirë, për soli, dhe li bjeri se dhe jam në dosë në. Dhe ishë juve, jeni qatë me në rëmë në dishës, po keni mendim, në sistem, që dhe nga më ledhjeve, po. Dika e parë renditës është rekomendim bie raportin e monitorimit të kujorit, zbatimin e buxhetit për vitin 2025. Dika e dytë është ndryshimi i buxhetit gjashtë të bordë për vitin 2025, analizë nga sektori të taksa e përgullimit e të ardhëve të efektuara të terminio. Dika e katërt përdhërjen e ndihmës ekonomike nga fondi 6% për muajin gusht 2025. Dika e katërt është për mbështetjen e familjeve jo fituese të ndihmës ekonomike, por nga fondi i vetë aktiv, pra për muajin gusht 2025 dhe problemet të ndryshme. Dhe një kërkesë nga kryerësia e fshatit Stagop. Përse ka këta më no, po se kam parasysh që harrohesh, një kam marrë me politik po i investon edhe tek lista që ka ardhur bashkë me. Kam parasysh që ato janë shumë të vjetra. po të na kishë në një Marrë kemi me këto marrë. një material për sa për një orë. E mirë në fund, të të një pauzë. Tani, megjithësisht ajo kalojmë të pikën e 4 me gjeshtë gjëvo këtu, të tretën, pikën e 3 renditës, tani të nakë me diskarë dhe faku akoma. Acum te rog să iei și un labă de mâncare. Vrem să vai legalizația ei dămtoare. E de acord că noi ne pică 3 minute. De acord. Gjevon, pardon. Në numërimi se kanë bërë mirë këta, 300 e kanë në herë. Tani ne një 3 do të diskutojmë. Ja marrë me zë. Pardon. Analiză declarată pe perioada mai înalt gusht de vitul 2010. Zila de taxa de transport de tarifa, transport plane carbon de produse 2010, per taxa de tarifa de bază video de fiecare în 2010, nu mă diage de plan de 2010. Asumeratul se spune de nimeni că și așa de termenul de procedură, zila capitolă pentru operativ mături. Planul pe vitul 2010 și mătura și de milioane de realizării planului de taxă de tarifa pentru pe perioada în ianuarie 2010 și realizarea și штаты держат после подписания штатов без против. Определенно пару спасибо охране магазине с паспорта на город. После определенно что спасибо магазине на тебе команды. Точно да. Деньги после плана как на теса по фамилиарным людям, а такие люди штаты на душу видят. Ministrul pentru Tăgător și realizarea tehnologiei de șmie peste enoțime peste de norme masă de electricit, învățăța per privată era care realizarea și planul de șmie de premie de realizare
78%. Topa bujqësore 2.021.000 të realizuar 427.000 Kemi pak në të realizuar të punë në pak në sistema përmjetëve, në pak në dojë për takën familjarë që këto janë më shumë për të diskutuar taksaj pruar për familjarë që të përgjë të një dëshimi për të realizuar të jetë pak në përshmarë në divizion për bizneset që është 79.400 realizuar të 74.367%. Tarifa e ndryshimit 732.400 është realizuar të 38.522%. Ndryshimi nga bizneset 91.600 është realizuar 24.522%. Tarifa e pastrimit për familjarë 1.508.400 është realizuar 22.670%. Pastrimi i bizneset 6.600 është realizuar 4.3.366%. Ulotat e bjënë në pjesët e këto tarifa e shërbime, tarifa e turitjes nga muzira e Kosovës nga kërkuar 6 milion lek dhe realizuar në tjetë nga rëndëgjë në 6.10%. është nga të manë nga nga të për në devija ka parët për vitin 2025 për të duhe në parë. Në bashkëpje në aktivitetin e lisej 57 subjekte, private, në dara për bashkim 20, Njësia administrative 40, Njësia administrative 3. Dhe periudën të njore për Ligovën janë argëtuar 27 subjekte në vitin në debitor, që nësim qëndër janë argëtuar në nga tësë, kurse prezina administrative dhe vëllorit janë të argëtuar atë të biznesit. Sa të planet vetëm nga familjarët, të përfshin kartë me topë të kërësore, kartë me mëfetë, kontrolë dhe titari para të shqip pastri, kemi realizim në dote në përfini të njërë në patë ndalë, përsi pas nësire administrative. Për ligohë, përsi në administrative, dhe kemi ligohë, kemi një realizim në shumë 6.624%, përsi administrative, qëllë të realizim të marrë në 20%, në është edhe ka të një njëzit, dhe si administrative e zagorit është të kjesë në të një të kuar në ligohë. Në total planës nga taksat e tarifat në ndorë, vetëm për familjarë, është realizuar në masën të 20%. Si shqietë të tablet në realizim, planë është në masën një përgjithë me 55%, vetëm për 4 milioni në pak për gjësimot, në realizim dhe 51% nga vetë shlimot dhe njësa vetë në realizim nga alpëtimit të kavallet, në milionën që të për familjarë, pas që shqietë një pjesë e vetë populatë që është darbuar një pjesë në shqietë për alpëtimit, si do mos në shatër të esimetë në satërë të darburit, që të pëllerë i bo, nëse e këtë për të gjurësore, ama të tot janë në të 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 konstituas për në basë në shtetë të strani, kurse sot, pas të e tjërës, të të më të shëndryshë, që një pjesë të të pramësë shpeshime të të kam vetëm të dërbinë për në disa për zërës të atentacja. Sa e përket bizneseve, përket një dërbinë me ngojë shumë të përket bizneseve të në kontrolitit në realizimi dhe 100%. Po, ma rogjo, falenderit gjero, vazhdojnë shqiptarë. Kush ka pëjtë e materialit para të di gjera i liqë? Rreth materialit, dhe problemet të asha me në nëzëtor ardhja për periodën janar-gush 2025, dhe një pëjtë në dhjën në materialit. Kush e dhe pjallë? Apo jeni të qartë e u bindën në materialit në pajtë të gjevë, edhe në keni atë në pjallë të gjevë.
S'ka një pyetje. Ta mbyllë. Kryetar, Po, në gjuma materiali, këmja disa pyetje për të qanësuar që migrene dhe këshilltarët. Do e thoya që nga dita këto zërat ku ju ndihni taksa sipas jush, ku keni asur në shëndet problematikë në madhe? Nga dhe dyta, ose ishte një periudhë që shumë taksa do shta s'do mos kjo e tokë ose të thua dhe këto dhe më thënë që janë qitë në problem. Ishte një periudhë kur emigrantët të në e pushime. Kanë kuar këtë periudhë, ka patur një sensibilizim nga ta emigrantët për të paguar këtë taksa. Të dy pyetje kështë. po. Tjetër. Kush ka pyetje? Lejmë. Po, ka një tjetër pyetje? Kam një pyetje. Po. Vazhdojmë. Gjeva, sipas ti trendi, sa përqind pretendohet se shkon mbledhja e të ardhurave dhe në individit? Dhe a ka ndonjë masë shënguese që mund të miratohet nga Këshilli Bashkiak që të vinë në ndihmë juve si administrat? Dhe nëse po, unë ju sugjeroj që në mbledhjen e ardhshme të na i propozoni. Gjithashtu për tarifën e vaditjes, shikoj këtu që është në ka mbaruar procesi vaditjes, është ofruar gjithë shërbimi dhe shikoj që shuma e mbledhjes në bazë të raportit, do të themi plani me faktin është po gjatë diferencë madhe. Është aty dhe një shpjegim nga sektori bujqësisë për këtë pjesë. Po, tjetër. Ka një tjetër apo sigurisht që dhe i bërë. Gjevo, po kale ta bëjmë mbrapa, përgjigj pyetje. Asaj për të pyetje të bërë duke parash vështirësit, që hasën për procedura administrative në shkëpimin e taksave. Si që përmendën nga Si ka thënë? puna e procedurës së taksave është ndarë shumë rrezitë administrative që me shkojnë çdo familjes në shtëpi, në çdo fshat, rrezitë administrative zagorit kemi punojësin që përmon atë të raktimin e vjerëve, dhe po të pandemita po shkon në çdo fshat, kurse për qytetin ka të vinë të bëjnë shumë do të paguajnë në zyr. Vështirësitë që janë konkretisht nuk janë shumë dashur shumë që nuk ka njerëz, sepse kemi 100% shumë numër në familjeve, në gjithë bashkikut ose 55% mund jetë, në kjo 55% që apështu mund të nxjerrim edhe për qindje që ta paguajnë. Njerëzit nuk janë edhe kaq shumë për tokën bujqësore, në shumicën e vetë me marrën dhe nga ta shumë që ka marrë tokën me tjera, ose që ja paguam shumë në përfshatra, ja paguam në komshia, në vitor, ose një javë në që i kanë dërë. Dhe dhe ta në procesu përse përsa i përket tarifave të ndryshimit dhe të pastrimit, ka shumë që të një përse marrë shërbimi, është në atëmare për komshia të një dritë në të, unë shkop shumë të shërbimi me që kam pajtë shumë në zonat, ndryqimi është kosha të janë aty, njëzë që të dojnë në duar më apër koshën, në mund të atë të reshpis. Gjetje për që nuk i pagojnë, në parë dhe tokën bujqësorë, mund dhe i lënë taksat e tjera. Taksat shumë tarifat
Kanë vështirësi të kontrollojnë, këtu kanë shumë të vendime njerëzit që kanë ndryshime të pasërë në kurse taksa janë më ndryshime. Nga emigrantët është ki muaj gushti dhe shtatorit. Në mos tani për muaj shtatorit ne kemi trekur të gjitha fshatat pensisë administrative qytetë edhe të mjaftuar goxha të cilat nuk janë pasqyruar tek material se janë ardhur deri në 31 gusht të vitit të parë. Kurse të muaj shtator shumë të të gjitha fshatat pensisë administrative kemi argëtuar një vlerë të konsiderueshme. Punohet me emigrantët që janë kemi bërë të qartë dhe sa kemi shumë rëndësim që kanë parkëtimi taksave, dhe tarifat dhe taksat, që mos tarifat poshtë se përre nuk i paguhen nuk merë shërbim, se të vetë në shërbim shumë që të nuk merë pagesa se nga dhe armat bërë në investimet. Këto kisha për pjetë që ka bërë kujtë, kurse për pjetë që ka bërë emigrantët. Vjetja parë si e shikoni shumë nga kredit nga këtime me kredit palitë shumë për realizimin për të një të vjetë. Termijori polit është termijori më këshu me mire këto për ardhin për nga taksa palita. Mendojmë shumë që në taksa tarifa vendore për qindja tjetë dikur në masën 60% nga viti i kushtimor vetëm, se po të doga dhe të trapa vetëra mund të vejë edhe 80%. Masa shëngushtë e këtë një është masa që kam kaluar vjetë në Mushi, që çdo shërbim që iket nga zyrat e bashkisë e tonë të pajisët minim të rëzim. Në mos të iket shërbim, që se nuk pajisët në rëzim nga zyrat e të taksave, mishtirë e në deprime. Kjo është masë që kemi marrë në shumë. Në të gjithë, mund marrë pasaj me njëzit për të bagurë. Se përket taksës së vaditjes, është përket i realizimit të të masë në përtinë. Vaditjit në të gjotë, e ardhë në të përgjërë shumë ka qaluar punë. Ne kemi bërë punë tonë me vëtimet e kemi dërguar e pasere. Ata të pak në të kurbinë të muaj është të likuar me vajdojnë të mosë me vëtimet. Në përmjë të të janë bërgjëpër. Ditë në përgjësë më mirë në tonë të se për të nga vaditja me ndojë shumë se në këto që manë në të fshatat kemi marë për muaj tani në muaj shtator të marë në tregatë vetër në nepamisht. Me bulo i ka paguar e shumë, në e kam shumë. Dhe në të i viagjerin e surës e nuk i ka paguar. Plus pasaj në i dojtë që kemi bërgjët. Nështë se të mendoj që doritet nivelja të të mendoj dhe dramatikja. Edhe nga të kreve dhe trapa vetë ma së vjetë në pravishtë me të onë patën, me aty arketim. Me lera në trekin milet e lartë. Në paguar, për nuk janë pasirur për të meses në mojë shtatorim. Masa që duhet të marrim shumë ose në mendojmë shumë që mund të rritu shumë. Që unë e kam rritu dhe her pasere për bugjetorët ta të paguar nga taksat, që fshin nga marsim, që fshin në shëndetësi, që fshin në drejtorinë të ndryshme. Ne kemi bërë punën, i kemi dërguar edhe njoftim. Varet se sa ata fshin dhe kanë kompetencën e këtonë për të nëra. Se s'mund t'i detyrojmë një këtonë që ata të paguar taksat. Po të këtë një bashkëpunim më të mirë, ose një vegetarë dhe në edhe në ujë territorëve të bire. Kjo masa shumë që kemi marrë vjetë në Shqipë, ka funksionuar goxha, që nuk të nga shërbim në qytetarët, apo më shklimit e të ju. Ka funksionuar mirë. Në vetë në fundit e ngritje të të
fshatrat që kemi ngaruar në traveshin komplet, po do shkojmë për të rritë. Do vjen bizneset, do t'i paguar tim për tim, po dhe të do t'arriba. Në taksa për shumë nga dhënja tokave me qira që kërë 14 vetë, që janë në Zamburia, që shumë fshatrat në sistë administrativë në qëndë, ata i kam paguar, e shokët e mjesë sa më të pagu, kjo është shumë problematiku, asaj në këtë nuk kemi që të bëjmë dhe me të rrugën vidjet, se i ka emër të bjerë sa të kontratën, është në një mosh të rrugën e ca vjesh, që s'ka llogarie të banga. E unë vetëm t'i kërëshet kontrata, se s'ka përë tjetër. A i nuk ka përgojës. Ka përgojë vetëm një vit, a i që mund të debitojnë nuk ka. Kurse të në tjera. Në tjera t'i ka përgojë. Nuk e problemi që kemi kësi para bashkë, i kemi kaktore dhe i vëzë dhe t'i mund të prezarkuar, të më gjithë. Për me qënë spuna ka filluar për me këste. Në pas të në rëpjasa e kontratët që kemi rëveshës, akë marrë veshës kemi. Shqisja më madhe është që karën nuk ka shumë në plan, shtojnë për shumë 1500 familje, ose 1600 familje që kanë aktopër bërshore të nda, unë i kërë të kanë betur shumë pak. Toka është ndarë, njeri për zotë nuk i tërë shumë, ma pare ndarë në fëmijin e tjetër. Si del për taksa, se për të shfrytzuar e për tjera i Për të shfrytzuar e përdore të gjithë. Kur vjen puna për të paguar taksa, nuk është në emrin të dhe dokumentat marrin dhe naftën, marrin dhe ujnë, edhe i vjen rënd pas ta i paguajnë taksa, dhe i vjen rënd që i paguajnë dhe ujnë. Se merë do të pozbure pagesi, nësë të marrë. nuk dhe të konë teritoria e Bishqisë. Një vendetim të tillë. Në me pa konë Një të lecira që kryon këtyre fermerëve, dhe tani mos paguajnë këto taksa minimale është turp pastaj. Zgjidhja dhe kalojnë e ujit. Shërbime e bëjmë, bashkinë në teren e ke 4 anë që punojmë. Kalojnë e ujit. Ne rrugë me ndryqime me çdo gjë. Tani Jo. kvalitet, më fal. Kur të bësh diskutimin, a i përgjet pyetjes, kur marrë të bete për diskutuar, shprejt gjitha mëndime dhe do. Gjevo mbarove me pyetje? Në bëjë më janë të pyetje për pyetje? Ti ke ka një ditë që je punon të atëm taksa në bashkë. Çdo vit ne bëjmë planifikimin e tatimeve dhe taksave të gjatë kësaj periudhe. Kemi mendim që ne mund kemi bërë planifikim të tatim taksat që nuk është realizuar asë në vit, që duhet të hequr në planifikimin e tatim taksat. E parë. E dyta. Përqindja e realizimit të ardhurave është në masën 34%. Në qoftë se bashkia ose administrata e bashkisë do ishte e kondicionuar nga përqindja e realizimit të ardhurave, mendon se përqindja e realizimit të taksave do të ishte në fumas apo do të ishte normal? E dyta, e treta. Në qoftë se investimet që ne kemi planifikuar në bazë të grumbullësit të taksave që kemi planifikuar përqindjes nuk realizohen për mungesë të realizimit të buxhetit. Si mendon duhet të veprojmë në të ardhmen me të përqindje që realizohen nga çdo vit, apo duhet ta ndryshojmë metodën e planifikimit të ardhurave? Sepse kondicionohet, ne kemi planifikuar në bazë të planit të ardhur të miratuar edhe faktit është 34%. Nëse të ardhurat janë planifikuara tek shpërbimi ose tek në buxhetin e bashkisë planifikuar të investime nuk është realizuar, do dalim me mos realizime dhe 8 mujore apo dhe 9 mujore apo dhe në fund vitit. Nuk do realizosh. Përsa i përket tarifës së vaditjes, këtu keni debitin e viteve të kaluara shumë më. Nga këtë viteve të kaluara nuk është realizuar ose nuk është grumbulluar, se te pasojë para gjithë nuk e asnjë ashtu të dhënë që nga debitet në këtë tarif është mbledhur X lekë, nuk është mbledhur fare.
Tani mos jemi shumë gabuar të planifikimi të investimeve, i taksës baditjes, ose i taksës tokës. Se përsa e përket taksës tokës, unë e kam dhënë mendimin tim, se argumenti tënd ishte që kanë ikur njerëzit ose janë larguar ose sipërfaqja e ndarë, sa ishte fondi, sipërfaqja e ndarë në faktin e 501-shit, është realisht këtu. Tani duke bërë të krahasim të këta sipërfaqe me të ardhura që grumbullohen me taksa kemi lidhen, nuk ma do mundja se kemi diskordancë, por kemi të ardhura të trashëguar ose debitet të trashëguar që nuk janë mbledhur ndonjëherë. Dhe mënyra e ndryshimit të qasjes për të mbledhur taksa nuk ka ndryshuar, është e njëjta. Se dikur kam shpërë mendimin që zyra e bujqësisë duhet të bëjë database e atyre sipërfaqe toka që nuk i kanë vetëm 35 vjetë nuk kam paguar. Po të ka shfrytëzohet. Po kush e shfrytëzohet? Shfrytëzoj unë. Unë e paguaj Kiran tek ai Kiranasi, ndërsa ai nuk e paguan të fillimi të këtij bashki. Pra, ata vinë Amerika ose në Greqi marrin para, po të bashki nuk vinë. Që nuk do të thotë që ata toka nuk shfrytëzohet. Pa, duhet ndryshuar kjo qasje? Çfarë mendimi ke? Duhet ndryshuar qasja e tatimit e taksave? Duhet ndryshuar takti për ta mbledhur? Apo si do ta bëjmë? Çfarë mendimi ke? Pastaj unë ja them vetë. Po. Në bazë të gjata në qitë? Përsa e përket planifikimi, është për tokë mujtore për procese për do të taksa, nuk lëvizit, është e njëjti planifikim, çdo vit, sepse toka që është darë, është e njëjta tokë, nuk ka lëvizur, ndërtesat janë të pakta ato ndërtesa që mund të jenë ndërtuar, të janë shtuar çdo vit për çdo ndërtesë të re që është bërë në Lisboa apo në organizacione administrative. Truar, po është e njëjta sipërfaqe, që nuk lëviz. Përsa i përket taksave kemi të njëjtën situatë siç ka thënë, e kemi edhe në tokë për planifikim të. Kurse përsa i përket planifikimit në ardhurë nga tarifa e ndryshimit dhe tarifa e pasimit së rezultatit shërbimit, që është bërë që ka afruar i festimin, është rritur për shembull edhe planifikimi këtyre. Nëse kishim një planifikim për shembull për 800 familje, tani kemi për 1500 familje, që ka shkuar kudo, edhe pastrimit, po ashtu të jetë në Trejaço Zagorit, në Ministrinë Administrative të Qendrës në Qytet, në çdo që të planifikimi kemi një planifikim të saktë në dojmë, dhe në takse e vaditjes, informacionin për nërmejt e marrë nga zyra e bujqësisë, që në vjen shumë lanë nga zyra e bujqësisë, për si përfaqe që kam vjen shka fermet, në pas të vendim të shqit që kemi në tarif, për të varitim vlerë, edhe në zirë, e ka në plan. Po fitimisht plani vjen si parashikim, që vjen vitin ardhës pasaj, mundet të ndryshojmë shumë si rezultati si përfaqeve të bjeda, mundet të këtë ngritit, ose mundet të këtë ullje të planit. Përsa i përket kësaj tipës tjetër shumë të parë, ose punojësit e bashkisë, do ishim më në eficient, përsa i përket pagesës, me kam të në të parë, që bugjetorët do ishim më të kishim një më të mobilizuar e këto për të paguar taksat, më të ndërgjeshëm, plani normal shumë të dojë, nuk do kishim të debit për të Zëmë do të ishim bugjetorët e? Do të ishim më të ndërgjeshëm për të paguar taksat, tarifat, detyrimet që kanë në shtetë. A, në tërësi bugjetorët? Në tërësi, në tërësi ata që paguhen nga taksat e qytetarëve. Të ardhura do ishim kurse përsa i përket se pjesës tjetër të tokës bujqësore, neve kemi nxjerrë, ne kam nxjerrë shumë të nxjerrë atë taksat, ata persona për shumë, që unë i shoh për shumë, që kam dhënë të vije fuqe, që nuk janë për të marrë një lekët e taksave në toka bujqësore, se ata e debinë më të marrë toka bujqësore. Kam konsultuar edhe me Lipen, kam thënë që si do bëhet i thashtë që këta do futen në plan, se ta po futen në plan dhe po mbeten në debite, ta nuk janë parë, në zonë rreth 25%, po shumë edhe 30%. Që ki plan çdo vit 30% shumë mbeten debit, që nuk e shfarë bërë. Pjesën tjetër për shumë që shfrytëzohet, edhe unë jam plotësisht dakord, nuk ka asnjë padon tokë në fushë që mos shfrytëzohet që kjo për të mbjet, apo që më shumë dakord që
e marrin blertorët në Gjobendit dhe paguhet tarifa. Për të punuar më shumë të kjo pikë nuk diskutohet. Që duhet të punuar të për t'ja marrë dhe vetë me arru kjo është t'ja marrë atë e tira të nëzit e kjo. Dhe po të ka, edhe dhe kjo pikë kemi hasë vështirësi. Kemi punuar me njerëzit që ti ke merë tokën, e shfrytëzon më tokën e tjetërit. Hajtë paguaj detyrimin. Neve nuk ka dërgojmë do të shumë njoftim detyrimin, kur i dërgojmë shumë detyrimin e gjovës, shumë të dërgojmë asimit, pavarësisht se asimi e shfrytëzon. Detyrimin tim, që kam nga viti kaluar, kur filloj në bjelljen tim ose kërkoj ujë, nuk e ndryshoj të? Para se të marrë ujën, paguaj debitin, të marrë ujë. Ose të fillosh të ditën e bajtë 4 orë që nuk im ditë në këto tarifa, ose mos të planifikojmë pare, se vi ngarkojmë planifikimin padrejtisht dhe aty që kemi planifikuar, do planifikojmë edhe investimet, ose, po e bëm, planifikimin, do luftojmë që të realizojmë. Se çdo vit kjo grop, çdo vit ki i mbartë të debitit dhe sa momente çdo vit 30% të tarifës të vaditjes së tokës, çdo vit stoku i debitit po rritet. Pra nuk duhet të qëndrojmë pak më shumë të kjo pjesë. Ne kisha për tokën. Kisha për vaditje unë shoh më të thjesht për të mbledhur, se është një grup vaditje me 30 veta. Nuk ka për tokën që janë 1500 veta. Jo të marrë masa shumë kjo. Kur bje puna mos të akshojnë, nuk i pa paguar detyrimet, për kështu s'penalizon dhe të tjerë. Ata që paguajnë. Liben me dhirën kështë që kam vizetuar. Në qo se nuk i bledin do të, pse t'i putin? Bërë planin më të... Mështëre të marrë një, Policin Bashkjaki, ke mështëre të marrë një? Ke di gjevo? Marove? Ullë. Ma kështëtarë, ku që do të? Për diskutuar mi, para tjetër analizimin e tarë të kullë. Kishe i baci? Kam i mendin për të ujitje, Po. ta marrin që në fillim fare, ose hapi portën, ose kam Policin Bashkjaki dhe shpjerë, se mund të hapi portën, po mos hapi qastë, ka mushike, bëjtë të buzët, Policin Bashkjaki për punë, apo ja. Ose, që në marrë, që marrë para dhe një, se ka kajtë misër, se nuk mund të planifikosh një pajnë mirë misër në e. Po pojnë boja të misër e do të abati ti. Që shja logaritë dhe. Kja mash pa abati ti. Pakën 3 ujnë, ta mund të apin 4, pakën 3. Apo jo? Me planifikuar 3 vaditje. Në 2000 6.000 lek për hektar. Atje ka diskodanca që nuk përkoj me rajtëtën, që si ka jo. Unë nuk do analizojnë tani, ne kemi në tarë, kur da analizojnë sektorin bujqësisë, pas a mundimin të sipër që kemi analizojnë të tjera. Kurse të taksën e kësaj të familjarëve të ndajt e kuj, si që kam për tjera pasma, si kam për qytetë tjera. Të bëjmë marrëveshje në mëshirësin, të ndajt 12 muaj viti edhe më pak u bje. Ata kam diskutuar, për ata se përëve usisi. Ty je aksioner të mëshirësit, ke 29% aksioner, se se përëve. A jeni aksioner, 29%. Jo, shumë pak. E kënë karë, që 21,5%. Një të këtë drejtori. E një është negociot, të gjene një kuot. Për tasat. Për tasat të ndajt 12 muaj viti. Edhe më rehat u bje. Po. Një sugjerim, që nuk thonë se. Kushe, kujdo. Problematika ka në epigatit. Probleme e taksat do të ndërë. Gjoaj në shumë në bëndje. Në faktu që efektojnë 25% të taksave që janë problematike. Gërë që do përre. Që nuk të ndyrë të mos planifikojnë. Unë nuk
mendimit. Jam i mendimit që as kushti mos përjashtohet nga taksat. Ka mundësira dhe ata që s'vinë sot, do vinë nesër, ose mund të dalë një ligj nesër, deri kjo, gjithë ata që s'pagojnë taksën e tokës mund të vendosë të shiritit e toka. Edhe kjo është diskutuar. Ose mund të dalë dhe falje. Mund të dalë dhe Mirë, tani janë falur edhe elektrikë e korrenti, nuk e ti kemi paguar një më një, sa janë falur. Po ne e kemi ndërmarrë rrugën, hoqëm kamat vonesa, një herë, dy herë, e tjera. Po, nuk mund të justifikohet kjo, ndërkohë që ne si këshill përpiqemi, bashkia po punon në teren, jeta po përmirësohet, rrugë po bëhen, ndriçimi po bëhet, po kjo duhet patjetër që të sjellë dhe efekte dhe ndryshime në taksa. Pastaj shkojmë gjikundi, do të thënë ne punojmë dhe njerëzit më keq rebelojnë. Qofse ne krijojmë lehtësira të tilla, vazhdojmë akoma të heqim kamat vonesa, t'i falim ata që s'paguajnë, do bëhet precedent kjo, se duhet t'i paguajnë të tjerë. E kupton? Sepse ne që jetojmë këtu, ne kemi barën e taksave, ne kemi barën e investimeve dhe të zhvillimit. Ata zotin që vinë, sot për shembull, po flasim konkretisht, po punojnë nga bashkia në lagin e Zhollarut për mësuar rrugët, për mësuar ndryshimin, ju rritë vlera banesës, po bëhet kullimi ujitja në fusha, i rritet vlera tokës. Këtë vlerë e përfitojnë të gjithë qytetarët, prandaj aty që i takon, ta paguajnë. Do vi forma, do vi mënyra, po asnjë të mos hiqet nga taksat, sepse bëhet precedent kjo pastaj dhe nëse do tani janë 25%, do vjen 60%, siç ka qenë bashkia dikur. Problematike me ujësjesin e me pagesën e tokave e tjera me radhë. Kështu që, nëse ne ulim nivelin e taksave, do thotë që të ulim nivelin e investimeve. Tani shkojnë para, po shkojnë brapa. Kështu që, të bëjmë maksimumin me ta njerëz që janë këtu të paktën. Pa dakord, ata do vinë në momentet të caktuara emigrantët. Po dhe atyre do të duhen shërbime. Edhe kur vini kanë me ngut shërbime. Si që kanë ata me ngut t'ja kërkojnë dhe ne taksat. Që ke 1, 2, 3, 4, 5. Këta zotërin që investojnë miliona dhe i vjen keq për disa mira që t'ja pin taksa për shërbimin që u bëhet, mos ja krijojnë lehtësinë. Krijojnë edhe një probleme, mos a marrja as naftën, mos a marrja subvencioni, të paguaj detyrimin që ka, sepse e paguaj në pensionisti që me zikëther, e që kosh vjen turp disa që s'paguaj taksa mund t'jene evite, që nuk se e imuan vlera. Shërbimin e kërkojnë, kur ka një cen, kur ka një kështu, do me thënë, e ngrënë zërin, bashkia, ai, ky, e tjera, i përmëndin tëra institucionet. Po atë debin që kanë nuk e përmëndin. Kështu që unë i ti mendimi jam askush të mos përjashtohet nga taksat. Letëria aty do vi momenti. Mund dalë dhe një nëse si dekë zot tokës, ka forma tjera shtetë, se si e në tokës, se si e përdore, tjera me ratë. Ti mos krijojnë precedent, nuk të mendim të në. Faleminderit për ta. Kush e do të flet? Nuk ka një ide të folur. Me gjithë ka një ide të folur, një bëj. Që dhe me e unë e të fjanë, atë vjetë nësë mësë të pashfarë. Gjohë, të gjithë materiale ne përkojse sajrë e marrë analizë për realizimin qoftë si 6 mëllot, qoftë si 8 mëllot, qoftë si vjetore. Të njëjtat shifra, të njëjtat nivele të grumëve, të ardhuave, të taksave, të tatimeve ndaj njerëzve. Probleme do ketë në ato ishë patjetër, se nuk janë njerëzit të ndërgjeshëm. Pavarësisht ato i festimeve që përmendi dhe kujtua, në pjesën e shërbimit të qytetarëve, por unë mendoj se ligji është edukatori më i mirë se sa fjalë. Dhe detyrimi për të zbatuar ligjin për bëhet edukat tek njerëzit. Nuk mendoj se ne, unë kur bëra pyetje, nuk mendova se ne duhet mendojmë që të heqim njerëz, përjashtojmë njerëz nga taksa. Po mendova këto taksa që planifikojmë, që duhet të realizojnë në masën e durë, se po të është analizë, ka shumë njerëz që nuk paguajnë taksat, jo se nuk kanë mundësi për të paguar, po sepse ne neglizhojmë vetë.
i tolerojmë edhe ne, me mënyrë të ardhe i tolerojmë. Qose se di se si ti Gjevo bashkë me Benja apo vetëm ku vetë në vis një herë në vitë, të vjen në vitë. E mira është territori të krijet jo një në vitë, të krijet shumë herë. Edhe jo edhe vetëm, edhe me shokët e tjerë të zyrë. Kur vetëm taksën e vaditjes, do vesh me lipe. Do komunikosh me lipe. Sepse lipja dhe ti jeni të lidhur organikisht me planifikimin e lipes, që ati të planifikon lipja të realizosh ti, të mos e hajri topi njëri tjetrin, unë e kura dhe të renti metod lipja, edhe ja da Gjevo. Ta një ti Gjevo vra vete. Pra të vi Gjevo atë vrazimete në fund dhe unë së realizova unë. Ju për njësin e kejtë të dy bashkë. Ti planifikimin dhe aje realizimin. Dhe realizimin, kër komunikon me një tjetër, po do vetë në atë të rritoni një tjetër, do rësot apë në të agrodhën në takë. E kemi të drim vidio për të agrodhën. Që të ndërgjeshëm edhe njerëzit. Që vatitin, se shdo vit ju gjenë. Shdo vit ju mashtronë. Nuk bërë një krasim me vetën tuaj, që shdo vit ne planifikojmë këta tale me ne. Pavarësisht se shtemi, gjykojmë e çfarë diskutojmë ne këtu, të njëjtën avazë bëjnë ata, të njëjtën avazë bëjmë edhe ne. O japim në shkres, ata nuk vit, ne përsërisim në njëjtin gjë. Pa eficienës. Jo pa eficienës, që ta? Unë më thash konkretisht, ka njerëz që unë ju apë këranë. Në vit, marrin se 5.000 apo 30.000 lekë për dynim, i marrin lekët dhe ka 10 ka paguar lekët në bashkë. Pse? Për të qarë halënja? Që janë për të qarë. Ata janë për të detyruar. Këtë të kuqen të vërshë e ka e toka kjo, s'ka paguar detyrimet. Pavarësisht se e shfrytëzoj unë, ose e shfrytëzon dikush tjetër. Por e ke shfrytëzoj unë, ndiqen në mbrapa, dhe gjenë shumë kollaj. Se ka në emër, ka në bjemër, kush nuk ka, ku e ka tokën e ka në filanë. Ti do vishë të mua, të më doash, ti tokën e këtë blokuar, i nderuar, se është me ka të kuqen, nuk ka paguar detyrimet. Ndaj bashkisë, nuk do ta punosh. Unë jam detyruar të them ati qiraton se do rema tokën tonë më kam bllokuar. Se ti s'ke paguar, lek nga mua e ke marrë, por para atë si ke derë. Pra mënyra e raportimit të midis njëri tjetrit dhe midis këtyre është shumë e kollaj të bëjë. Por duhet të zgjojmë pak më shumë. Duhet të vizojmë pak më shumë. Tani forma të kësaj natyre ka plot dhe njerëz mund ketë për x arsye për hallet e tyre. Unë bëra një pyetje që të thash që s'mu të ligje. Nëse rroga tuaj do ishte të kondicionuara me këtë përqindje e realizimit të ardhur, do ishte ky nivel i bukur. Do ishte. Se nuk do vetë vetëm që mua, se Gjeva do mërte edhe ja 4-5 të tjerë në zyrë, që ndoshta me punën e tyre ka kohë këtë bitë të shoqërojë, të shtojnë presionin nga njerëzve, jo vetëm presion fizik, presion ideologik, presion komunikimi, mënyrë e komunikimit, se siç komunikon Gjeva fjalën për taksa nuk komunikojnë. Siç komunikojnë X nuk komunikojnë të rinjsot. A duhet të analizojmë këtë jetë, është historia e mbarë. Për vite, po them që me jemi përpjekje më të madhe them se do të ishte realizuar që më mirë, dhe duhet të realizohet më mirë, sepse kemi fakti para fakt konkret. Përveç shallëve, probleme të tjera të realizimit të atyre festimeve e ndjeva një marë, duhet të ardhur akoma jo çdo vit në të njëjtën nivel. Pastaj mënyra se si realizohet kjo ripeti të kam thonë dhe e tjetër, po hajde, ajo mbyllja e portës së liçenit është e pamundur sepse jemi të ndërgjegjshëm, kemi mos përpudhje midis pronarit që është bordi i kullimit dhe bashkive që duan ta shfrytëzojnë ujë, se ne themi mbyllë, ai thotë unë jam i detyruar ta hap liçenin, thotë ti disiplinoj ku do ta shpish pjesë. Pa unë sasinë e ujë që më kërkon ta jap. Pastaj pjesa tonë e lekë janë të tua. Ne nuk t'i dalim për zot asaj pune, jo t'i dalim bordi i kullimit. Bordi i kullimit ka detyrimet e tij. Ta mi mbaj kanalin të rimbushi liçenin, të dali për zot që kur ne t'ja kërkojmë bashkit, t'ja kërkojmë ta ketë nga disponibilitet e thotë. Pa një pjesë e tyre është ajona që ma do më në kohën e duhur mund të analizojmë prapë me tyre e bashkisë. Unë kaj kam, nuk e di, në që se nga kështetarë ka në një tjetër veçantë, them që e mbyllit për pikë të rezitës e vazhdojnë e pikë të rezitës. Po, në një s'ka një gjithë,
në një vazhdojmë me këtë të televizion. Vazhdojmë me këtë në parë me një karë të atë më? A do e një gati? Ideja e parë në lidhje se raport me një monitorim të 8 orë për zbatimin e buxhetit për vitin 2025. Faleminderit. Faleminderit Gjo. Po. A ne do të marrim që lejnë nga patë? Regulojnë që në gjuhë në zonë. Baci, shkjeru. Profesor. Po, Fato, faleminderit që ke ardhur. Në vazhdimsi të punës që ti ke ikur, se Fato ka lëvizur në Moskë. Do ta urojmë për detyrën e vetë kanar. Po, të urojmë suksese, po tjetë të më lartë dhe ai në zonën të tezë. Kurdo, Fato? Gjoj. Duke që se ne kaluam diskutimin e sotëm të Komisionit të Ekonomisë, nuk është të na mbetet shumë për të thënë. Megjithatë, bashkëtarët mund të vjenë në dieni për sa i takon realizimit 8 mujor të buxhetit sipas programit përkatëse, duke marrë në fakt të përfshirjes vjetore. Sa i takon programit menaxhimi, planifikimi dhe administrimi në rastin 43%, emergjenca nuk janë përdorur, arsimi bazë 35%, arsimi mesëm 17%, to janë në total të buxhetit. Pa i detajuar zërat në qoftë se janë në 600 apo 200. Pashëgimia kulturore është në vlerën 1%, kjo sepse vlera totale e aktiviteteve që bashkia organizon dhe ishin planifikuar tek ky program janë prokuruar dhe do të paguhen sa herë që do ketë një aktivitet në fatura totale. Shërbime publike rretore 35%, mbrojtja nga zjarri 45%, vjedhje rrugor rural 26%, pyetje 19%, ngritja dhe punimi 7%, godina e shkollës që ishte sport dhe argëtim, na kishte mbetur një shkollë i papaguar nga viti kaluar, sepse ishte investim viti 2024 që vazhdoi efektet e 2025 62%, menaxhimi mbeteve 67% dhe kujdesi social për fëmijë dhe familje 28%. Sa i takon investimeve të realizuara, një pjesë e tyre që u ndryshuar buxheti për të kaluar tek rrugët e brendshme të bashkisë Libanon, siç ju relatuam edhe vlerën e kaluar nuk u realizua. Ndërtoi si procedurë, kështu që për këtë arsye e pikë e parë që ne kemi menduar si administratë është që këto fonde që miratuan për rrugët e brendshme ti përdorin për të shtruar një segment rrugor tek rruga Baino. Këto e diskutuam me komisionin dhe eram dakord që do të realizohet. Nuk e kemi si material para, por do të vendosim në dispozicion. Ajo që diskutuam tjetër me Këshillin ishte që të miratonim një fond për fazën e dytë të
shtrimit të rrugës me kaldrënën e Pravisht, që në fakt tek relacioni që na ka ardhur është emërtimi pak ndryshe, po gjithsesi duhet fjalë për të njëjtin objekt. Është në masën 2.200.000 lekë. Ky ndryshim buxheti do të vijë nga pjesa e programit 11 vjet, që është planifikimi, menaxhimi dhe administrimi, duke qenë se në bazë të shifrave dhe diskutimit që patëm me bashkëtarët dhe Komisionin e Ekonomisë, u diskutua që vlera që kishte mbetur ishte konsiderueshme. Një tjetër ndryshim buxheti për përdorur fondet që janë përdorur deri tani ishte blerja e një autobetoniere për të ardhur në ndihmë të bashkisë për të shtruar pjesë të ndryshme të rrugës, sidomos në pjesët e zonave rurale. Me dakorsin tuaj, duam që këto 3 ndryshime buxhetit të bëheshin. Dhe ndryshimi i fundit i buxhetit është sponsorizimi i librit të autorit dhe shërbimit, të cilin vetë Këshilli e propozoi për përdorimin e fondeve të veçanta gjatë disa mbledhjeve të kaluara, thjesht për çështje procedure ky vendosin në dieni, dhe ky do bëjë një ndryshim buxheti që ta transferon pa e paksuar dhe të kalojë vlera e plot për të mundur të realizojmë këto 400 kopje të librit të tij të radhës. Këto ishin ato materiale që ne diskutuam dhe në komision, këto kemi edhe për sot. Nëse nga këshilltarët ka ndonjë sugjerim tjetër ose ndonjë pyetje për ndonjë program specifik. Po, faleminderit, apo? Kush ka pyetje nga këshilltar? Dhe materiale që para këtij akti, do të avem diçka tjetër. Jo në realizimin e projektit. Po. Kemi fare pyetje? Pa pyetje? Jeni të qartë, ta miratojmë. Dakord jeni? Se unë jam antar i Komisionit të Ekonomisë e kam diskutuar, prandaj ju bëj pyetje vetë e juaj. Sa në aty nuk më pyetje unë se aty tani sa la lexoj ti mbaron ti. Jo ne pyetje do bëjmë se pa të direkt e fundi, e kam gati fundin. Da në blerë sa të përgatitur. Te nga fundi, te nga fundi të ne pyetje, nëse sa pa të fund. Nga një të tjerë di. I keni bërë kaq mikroskopike këto që se lexojmë azilë dhe këto. Mos e dhe ne, po tani si kam ne. Jemi ashtu të lëndot shumë. Kush ka pyetje? Pa pyetje. Sa të përgatitur e ti. Se para dhe pa pyetje. Kemi investime faturat të paguare, që presim që kemi të dojmë në vitëritë dhe përcitjere realizimit. Një viti kalora pa investime që janë në proces, shumë. Në pjesë nga këto gjëra të treja diskutuam dhe me parë, diskutuam dhe nga Komisioni e Ekonomisë dhe jemi dakord. Ato sa përqind e buxhetit është realizuar. Mbas e the po. Tu edhe një ashtu punon. Afërsisht 50.000. Afërsisht 50.000. E buxhetit total. po total pyesin. Gjashtë 8%. Është realizuar. Po. Se do të bëj. Realizuar në si vjetë.
investime, do të thonë 231, janë ato shërbimet që ne kishim detajuar në buxhet, që ishin për të prokuruar. Një pjesë të tyre që janë prokuruar janë në proces pagese, por kanë mbetur ende sa të bëhet zëvendësimi që të mundet të hyjë dikush të na shkruaj dhe të paguar. Në proces pagese janë zëri parë është që kemi marrë atë makineri betoniere me qera për të shtruar rrugët e brendshme. Janë gurët që kemi marrë apo pllakat e gurit për qendrën e fshatit. Është dezinfektimi i shkollave, domethënë janë shërbime të themi, jo te pjesa e investimit, sepse një pjesë ne ndryshuam buxhetin dhe do ta kalojmë sërish sot tek investimet për rrugën Bahajur. Kështu që çdo gjë që është prokuruar dhe pritet të prokurohet, pritet të paguhet. Paka shumë ne herën e parë i morëm të gjitha programet me radhë, edhe aty ku ne menduam që mund të kishte hapësira për të lëvizur fonde, i diskutuam dhe arritëm në këtë përfundime. Sepse po të marrim me radhë, tek arsimi po thuaj se kemi të dy programe të ezauruar, tek kultura, në shpjeguam dhe pak më lart, shërbimet publike vendore janë ato fonde që ne lëm nga buxheti i vetë bashkisë dhe nga pjesa e transferit të pakushtëzuar, kështu që këtë pothuajse ne lëm fiks çdo vit, nuk është se ka fonde të mbetura. Zakonisht nga kjo ne nuk trashëgojmë pothuajse asnjë gjë. Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile, edhe ky meqense është me transfer të pakushtëzuar sektoriale, ka fonde të veta, megjithatë do të ndalesh edhe një moment këtu për t'ju vë dhe ju në djeni që ne kishim kërkuar një ndryshim buxhetit e Komisioni Ekonomisë, i cili ishte për shpërblimin e punonjësve që u angazhuan për shuajtjen e zjarreve gjatë muajve të verës. Vendimi i Këshillit ishte për 1 deri në 3 paga sipas justifikimit të orëve që kishte sjell ky sektor, por nga Komisioni i Ekonomisë u refuzua shpërblimi dhe u citua ajo që ka mbetur dhe në thjesht pagesa e orëve shtesë dhe në rast se do të tempronin fondet, blen një makinë që përvitet në vit për të shkuar në zonat që nuk shkon makina e madhe. Megjithatë vlen të theksohet që kjo ishte me vendim të Këshillit të Ministrave, gjithë bashkitë e tjera kanë marrë angazhim që të shpërblejnë punonjësit sipas vendimit të Këshillit të Ministrave që ka dalë. Ne paraqitëm dhe u refuzuan, nuk e di në rast se në mbledhjet e ardhshme do të sillet sërish nga administrata. Vazhdojmë tek rrjeti rrugor rural. Edhe ky zë pothuajse është ezauruar, me një pjesë të vogël që ndryshuam herën e kaluar për të çuar tek rrugët e brendshme. Ajo që kishte fonde të lira ishte administrimi i pyjeve dhe pullotave, por duke qenë se nga zyra e bujqësisë na erdhi një relacion që thuhet do të zhvillohet kjo procedurë e rehabilitimit të lerave në muaj shtator në vazhdim, menduam që të presim ndoshta do ta realizojmë. Te infrastruktura e kullimit dhe ujitjes, ajo që nuk ishte realizuar ishte vetëm pagat, sepse nuk kemi ende një specialist që të paguhet nga ky program. Tek menaxhimi i mbetjeve ishte program që ishte realizuar pothuajse më shumë nga gjithë programet e tjerë. Kujdesi social për familje dhe fëmijë, te planifikimi kishte vetëm shpenzimet e projektit, të cilit po e realizojmë, si vendima ekonomike që pothuajse është ezauruar sipas muajit të caktuar deri tani në përfundim të 15 muajit. Fondet që do të përdoren për ndryshimet e buxhetit, ne theksuam dhe më lart që ishte nga 11 vjeta që është transferta e pakushtëzuar e përgjithshme. Ka që na lejohen që ne në qoftë se deprojmë fonde mund t'i lëvizim sipas nevojave që na parashtrohen. Po, kush ka të idejë? Urdo Duke parë në realizimin e buxhetit. Në raport vjetor është 25%, kurse progresiv në muaj si 8 mujor është 67%. Mund të na rendisim disa nga faktorët
pse nuk është realizuar ky buxhet? Mos ndoshta gabim planifikim, sepse vin prapë debati që kemi bërë në fillim parafrimit të projektit buxhetit, që ne si komision kemi kërkuar që fakti në planifikimin e 2025-s ta linim si fakti 2024-s, në të cilën ju angazhuat që kishit nevojë më të larta dhe do kishte një ezaurim të buxhetit për masë 100% sipas kategorioreve që ju ndani. Domethënë në një analizë dhe ne të kuptojmë që kur vim dhe lidhemi tek ai komisioni është faj i planifikimit në këtë mes apo është faj i administrimit. Domethënë ti si specialiste së financës, sepse normalisht zyra e financës është përgjegjëse për të analizuar faktorët dhe aktorët e ndryshëm të realizimit të tejkalimit apo të mos realizimit. Pjesë të parë njëherë sa herë që hartën buxhetin, ajo që unë kam presuar është thjesht fondet të qëndrojnë tek programi që janë. Ky vetëm program që ne të themi me vetë dije, ndoshta në pak më tepër, është tek programi i aparatit. Por atë e kemi lënë për ndonjë rast që do të thotë ka qenë vlerë e vogël ajo që kemi lënë pak më tepër. Do të nuk është se ka qenë ndërsa ose se ke ende pozicione vakante poshtë te pjesë e pagave dhe meritin e pagave asnjë një vesh të madhe që deri pa realizuar. Kështu që kjo, ndërsa të tjerat, çdo gjë që prokurohet, që planifikohet duhet prokuruar dhe të thash pjesa më e madhe që unë të paktën kam pasur vështirësi në realizimin e buxhetit është pjesa e prokurimit, që më merr shumë kohë derisa të prokurohet, derisa të vinë gjithë dokumentacioni dhe derisa të bëj pagesa. Kjo është për të theksuar që nga zyra e financës dhe le të dalin ta thonë si të duan nga zyra e financës deri më sot, flas për 2 vitet e fundit, nga momenti që vin dosjet në zyrë, nuk kalon 2 ditë pa bërë pagesa. Do të thotë, financa nuk është asnjëherë pengesë për bërë këtë kryen e pagesave. Domethënë, çdo gjë që kërkohet bëhet në kohë madje ka raste në brenda ditës. Duke filluar që nga kërkesë vlerja, që nga urdhër vlerja dhe nga çdo gjë në komunikim me tesarin që na duhet, ka qenë në dispozicion që puna të ecë mos bëni asnjë pengesë. Këtë ta them me të madhe dhe i kemi protokollin e shkresës që vjen dhe në sistem që regjun ora dhe data kur për pagesa. Kështu që nga financa s'keni asnjë pengesë. Plus tjetra, çdo sektor apo program që ne themi, kur bëjmë planifikimin, jo vetëm i pyesim, i ripyesim dhe përgjigjja që mund të marrim është nga vendosi në dispozicion se na duhet, madje në relacionet që mund të sjellin për mos realizim, vinde ato informacione që janë kompetencë e zyrës se nuk i takojnë sektorit që të thotë ka shkuar në kanar neve proces një muaj dhe ne kemi pasur kohë 4 muaj të tjerë për të realizuar një punë të caktuar. Do thotë zyra jonë është bërë puna maksimale dhe teksoj jo sepse kanë bërë unë punën, sepse se kanë bërë ka bërë gjithë sektorin, por puna është bërë në kohë dhe thash që ne të dalim aty ku duhet është bashkëpunim pastaj midis zyrave që kjo ka mbetur problem dhe keq më vjen që them akoma dhe problem. Por që nga financa e keni gjithkohën të justifikuar të paktën rrjedhshmërinë e gjës, sepse qoftë me raportimet që bëjmë, qoftë me transparencën që jemi gjithkohën me ju dhe me sektorët, puna është për tani se nuk realizohet buxheti, keq është domethënë për sektorin në radhë të parë, sepse po ka gjë domethënë sektor brenda bashkisë intereson që të jetë realizimi sa më larg të zyra financës. Sepse është pika kuqe që bëhet edhe në planifikim dhe monitoring pastaj. Kështu që në planifikimin e buxhetit 26, ndoshta të bëjmë planifikim pak më realist. Të shkurtojmë fondet dhe jo më realist, përmirësojmë performancën e zyrave të tjera dhe sektorëve të tjera. Varet nga të tjera të shumë mirë. Si të ulim në nivelin, megjithëse këta ecin e marrë të parë, ne të ecim e një trotë. Ose është e pamundur që të kontrollosh gjithkohën, sepse është shumë shpesh që ndiqit dhe prokurimet që të bëhen në kohë. Është e pamundur, s'mund t'i rish domethënë gjithkohë zyrës të thua shiko, për këtë prokurim filloje në ç'është pozicion është ku mbaroj, pse s'mbaroj. Domethënë të quhet si të doj, por
Te kjo pjesë ka ngërë, që te nuk e të se si mund të zhvillë. Qëtë se do kryoj një zdyrë vetëm zdyrë prokurime, është të merret informe këtë, sepse ka specifika procedurat. Ajo të marrë djela të shkëtë. Jo, është çfarë? Do bëj prokurime të vogla. Jo, mund ta kemi si humor, po është vërtet ngëç që është pasur. Sa do që je nduar të nuk mund ta quajmë as justifikim, por që vazhdojmë të bëjmë evaluacione, po bëjmë prova me vetëm për shkak të burimeve. Por do të thotë nuk ka lënë të justifikim, prapë se deri në asaj në justifikim. Po që ato është si të ngërçet të Po, kush ka bëjtë tjetër? Me gjysh dhe lipja këtu, lipe, se nuk kemë vërsi të përqitje, po, është problemi që ka dalë këtu kjo problemi lera. Ne lam prapë ato lerën për lera, investim tani nga të tonë, e tukje. Do mundemi të realizojmë investim të lerave si vjetë, apo do zhgënjemi prapë? Qa shpjegimi, qa mendimi këtë? Si do realizojmë? Pse nuk është realizuar dhe tani dhe do realizuar tani? Tani, për vetë natyrën e këtij lloji punimi, ka vështirësitë e veta. Për arsye se kemi të bëjmë me riparim dhe nuk mund të krijen punime në muaj maj. Pse se s'ka punime në muaj qershor. Nuk mund të bëjmë një pjesë ujë. Tani nuk ka ujë apo? Po ka një pjesë ujë në atë periudhë. Shpëtizon. Po. Tani. Po. E ke për tender? Po. Zbë. Jo. Preventivat janë për preventivat. Po asim se jetë në budget edhe... Tani unë dua parakësi senatuar që ne e kemi lëmë të pandryshuar se kemi shpresim të ti që ta realizoj, se është domosdoshmëri, do realizohet apo jo. Mos në thuash në fundu vitit prapë, po, jo. O realizohet apo jo. Unë edhe ti, do realizohet apo jo, dhe tua janë. Do i bëjmë lera apo jo, kemi për të shkurt gënjën janë i tjeti. Lera do bëjnë apo jo, lipe, kaq? Lerat janë në proces tenderim. Po, se është për tenderimi, ku do bëjnë ato? Se tenderimi nuk, u bëso tenderimi nëse po puna. Tenderimi nuk është bërë. Ti thua, deri në mars nuk bëjnë të drejtë e kanë ujë. Tani, do fillojnë si edhe pa, do më qëtë me ku do bëjnë. Ta që kërkuar o parë, të për tenderimi 2 muaj parë, ose 1 muaj parë, të për tenderimi, të mbaron dhe procesi tenderi se kushtamilin do zgjase 1 muaj, 2 muaj, 15 ditë, e tani fillojnë punime, se s'do kenë ujë lera. Tani ta tenderosh tani, për 1 muaj, mund të marrë edhe për 10 ditë, po edhe 2 ditë, po se kene dora dhe, ku do e fillosh? Në dorë fillosh lërë, të pushe me ujë, qa do përshua e? Kene dora se do realizojnë të apërgjën. Kene dora se do realizojnë të apërgjën. Are i kene dora që ta ere të apërgjën. Të ke përkuruar më pare të më, të ke përkuruar 1 muaj pare, 1 muaj gjysmë pare. Edhe kishe, firma e fitove dhe la fillon e me të mararu, fillon e punë, firma maronde. Ju shtarë që t'jemi doktori mëse, doktor si e kundima. Por tani... Të bëjë përkurimu, nuk bëjë. Ti duhet të kishe... Përkurimi nuk mund të vetë... Si mund të vetë? Se do t'i bëjt një azornim në tre. Farë dhe është në të bëjë qatë duash. Tani, do t'i përshë të deremi në shtator. O mbaroj të edhe ajo, sa marë firma në fund të tori, që të përshë në përshmuti? Do në asimo e pune. O mu shme u që të përshë. Duhet me do shumë para. Ore si aji... Unë e kuptoj atë përqyshi. Po ta kështë më shkuptoj një farë, ta kështë bërë në para, kjo në mars, kjo në prit, në bëjt tenderimi. Baron të në tenderimi për 1 muaj, ose kështë marron tenderimi që marrë firma, me një afat 3 mujor. 3 mujor, baron të fillon dhe kurdone. Nuk mund të bëjt për
Mirë thot, lani mbarojmë? Vazhdojmë lani? Dhe pse të pyes lani që të shkojnë në lidhje dhe Inglisë, po vetë kështu të shkojnë një butë. Le mos u shkojmë fare, s'ka problem fare. Jo, unë flas, se do shkoj atë shkruaj në kryetar. Unë nuk do të flas, se do shkoj apo jo. Unë flas atë që mendoj. Atë që mendon, po duhet të evidentuar atë. Është punë e tij, Nëse dhe themi po, dhe landi ka folur ja që e kam. Po le mos thonë s'ka fol fare, mos ka rëndësi. Prandaj kemi rënë. Po ta është punë e tij, unë nuk e di se çfarë bëna i të flas. Ti them do shkosh apo të flas? O vado. Këtu tek programi mesazhës ende ka procedura pa prokuror, si blerje e uniformave, shërbime të mjetit gjakutës, karburant dhe tjerë. Pse nuk janë bërë? Po, s'jam paguar. Nuk jam paguar, se s'jam bërë. Pastaj ka kohë, se zakonisht në këtë kohë bëjnë ata. Edhe vjetë ka që pastaj... Këtu thot pa paguar, me nuk thot pa paguar. Pa përfunduar quhet, po ajo e quhet e përfunduar, po është paguar. Që ka mbaruar çdo gjë. S'mund ta shuash, mund ta kesh edhe në testar gati dhe pa quhet e pa përfunduar, po s'kaloj vjetë. Nuk thot e përfunduar, prokuruar. Do përfundoj me ato. Ende ka proceduar pa prokuruar. Si blerje, uniformave, shërbime, mjetet gjakutës, karburant. Në shtator zakonisht prokurojnë. Ka një lekë pasaj e prokurojnë? Janë mojnë e verës që ka shumë punë për shumë s'ke Këtë të tjera për prokuruar dhe duhet shëzës që thua i vjenë në rada shumë nga shtator. Në më thënë që janë prokuruar akoma? Në shtator i tjetë? Me ndo pak për atë shpërblimi i njëherë që t'japë një përgjigje ta mamë. Shpërblimi të la përgjigje më vetë. Ja bletë qeveria të Naturisht nga fund e ty. Po, ka ndonjë pyetje dhe këtij materiali para se të vinë atë në MSZ-ja dhe tek ajo propozimi? Dy orë. Nuk e di po mjë se në 2-3 vjetë keni planifikuar dhe laborator kemi e biologi. Jo, si vjetë kemi planifikuar. Si vjetë? Është, ku është në qërë? Me në prokurimi ka ardhur operatori dhe është primosur kontratar. është të ndërruar? Po, se nuk e po, mirë për të rishala të vinë në parë, është një arsye pse na i dhe fëmijë, ose më kushte. Çfarë do bëjmë? Po. Tjetër, të pyetër? Jo, pyetje tjetër s'kisha. Ka një tjetër pyetje? Ka një tjetër pyetje në këtë adresë? Ale im të ka jo kërkesa e... Po tale, se ka dhe diskutime. Po, sa e të pjesë? Po se pyetje s'kemi. Si? Pyetje s'kemi. Po edhe diskutime, pyetje bëni masë ju. Jo. Radhë se mund të bëni pyetje që ka puta me diskutime. Ideja është domethënë që ky është Se kur bëni pyetje, i bëni diskutime. Jo, se po më ashtu. Ti s'na i ke ndaluar. Urdhëro zoti Grena. Po mire nisë. Jo, nisa po. Unë do doja që të paktën në këtë pjesë të ishte kryetari i bashkisë. Uroj që në kryetari tani telefonit të mbajnë një shënim dhe jashtë në një të dhënë që çfarë të themin e këtu. Të mos i dërgojmë me mesazh vetëm ato që s'duhen. Është viti i tretë që nuk realizohet buxheti. Me sa kuptoj. Dhe faktorët janë po e njëjta gjë. Është po e njëjta gjë, është zyra e prokurimeve. Atëherë, në momentin që ne flasim që është zyra e prokurimeve, vetëm ngrihemi dhe të shajmë se kush e ka faj nuk ka më vlerë. Vlerë ka cila është zgjidhja. Unë do t'isha i mendimit që t'i propozohej kryetarit të çonte dhe të trajnonte një grup vetëm për prokurim. Qënë si ka se sa lek vete? Ato lek ne përsi nga kthejmë mbrapsh në mënyrë tjetër në punë. Të mos pengohemi nga kjo gjë, apo të mos trumbohemi. Të vlen të specializojmë njerëz për prokurim. Po. Trajnimi i administratës është zëmë vete në buxhet. Është e lishme? Tani ne këtë kapacitet të administrate kemi çfarë do bëjmë? Të zgjedhja ata që janë më të mirët, të vend të t'i trajnojmë. Sa lek duhen t'i japim ne me të gjitha. Por dhe kjo gjë nuk mund të bëhet.
Është viti i tretë që nuk po kryen shërbime. Është viti i tretë që ne kërkojmë, prezantojmë te njerëzit dhe në fund nuk realizohet se s'bëhet prokurimi. Pra, gjithë ideja është pse ta cilat janë të bëjmë një analizë detajuar. Problemi është tani të gjejmë si mund të rregullojmë këto gabime që kemi bërë. Nuk e di se sa do ta marrë administrata ose mund ta ketë administrata thotë është dhe s'ka nevojë, po të shikojmë në planifikimin e buxhetit, me që se është de facto dhe madomnia dhe vere fundit që na vjen, pretjale si porosi pasarësve. Te planifikimi, menaxhimi dhe administrimi, ne kemi lënë pothuajse dy fishin e faktit të vjetër. Gjë e cila, në momentin që ne kemi kërkuar në Komisionin e Ekonomisë, që planifikimi 2025-ës të ishte si fakti 2024-ës. Me të madhe nga administrata në kërkuar që nuk në harin në tonë. Dhe vim prapë sot dhe jemi të të njëta shifra. Pra presupozohet që vitin tjetër, ne do ulemi te fakti. Që do të thotë, do planifikojmë e sa janë harquar një vit më para. Por, kjo gjë, do ju vej ato që ju keni në mendje, sepse duke mos realizuar ato që keni në mendje nuk kryet as shërbimi. Dhe unë nuk e di se si fole që këtu fa ato për zyrën e përgjësit e zyrës e financës. Zyra e financës nuk thëmë që të marrë shkopin dhe të bjeri administratës apo strukturave apo komisioneve nuk e di. Por zyra e financës është baza për realizimin e buxhetit qoftë në afate 3 mujore, 6 mujore apo të vjetore. Dhe për këtë gjë ju vërtet ti thua që mua më fatura dhe i kujtohen në rekord. Jo, nuk është kjo puna e zyrës së financës. Puna e zyrës së financës është ta furnizoj kryetarin e bashkisë me gjitha informacionet e duhura ku çfarë bën puna, për sa i përket aspektit teknik. Këtu duket sikur gjitha administrata punon në të kundërt të kryetarit. Si gjitha administrata do t'i prishi punë kryetarit. Dhe pse? Vinë materialet nga fondi i zhvillimit, që nuk janë parë. Dhe është një merit e kryetarit që negocion me institucionet të tjera. Vinë dhe i bërë këtu. Dhe është një administratë që nuk i të përdorit. Dhe kur ne themi, do më thë që përtasim këtu për eficiencën e administratës, na hidhe në kryke dhe na thonë që s'keni të drejtë. Po mirë, mos kemi të drejtë, po hajde fakti cili është. Vu diskutuaj që është prishur qimen, po jo thot administrata, po e keni faktin atje. Të paktën, keni mirësi dhe hiqni ato të bithtesë janë të prishur, që mos e shikoj tjetri. Ka që nuk vini ta bëni të mbuloni vetë tuaj. Kryetari i bashkisë për të prur fonde këtu. Administrata është për t'i menaxhuar. Atëherë shikoni dhe vete se ku jeni, dhe në krahasim me gjendjet se ku jeni vetë, kërkoni ovatoritë një çik profesionalisht. Ka programe të veçanta për trajnimin e administratës sa të duash. Sa të duash. Pam të buxheti këtu. Mos realizimet që i diskutoj dhe fato. Po të shikosh bashkia tonë është më tepër në drejtimin e bujqësor dhe turizmi të dyja bashkë. Tani strategji zhvillimi për bujqësinë do na bëj lipje, nuk e përdor. Në momentin që lipja nuk e bëndot, merr iniciativë si bashki. Prokuronia pajtoni një zyrë të specializuar për të këtë, të bëjnë një strategji zhvillimi, kjo ka fashkurë, kjo ka fatgjatë. Ore, ku nise me bujqësi dhe ku vend? Se qohe unë në mënje se duha të mbjedh krip, po pura 10 veta pas mua, si kur unë ka më shumë mëndje nga gjithë të tjerë mbjedhë një gjithë krip. Po shtur, s'ka një drejtim se ku do vemi. Po të shofim të gjitha produktet, nuk ka kontakte me blerësit. Çmimet janë të ulta. Pra, kjo është strategjia, kjo është zyra e bujqësisë. Nuk është të pastroni kanal, kanali i pastron, ka kush i pastron. Po të shikosh, ishim një diskutim me kryetarin e Këshillit, me disa specialistë që e njihnin mirë në aspektin e zhvillimit turistik. Dhe tha, bashkia juaj tha është një aset.
dhe është një aset i vitit i pa zhvilluar. Duke zënë, thaj, që nga kisha e peshkëpis, e duke dalë tek, si quhet ajo me Antigonet. Po kjo e gjitha do një strategi se ku do vemi. Ato merë të cilë një fonde, sepse janë 19 milion lek fator që lamë herën e parë. Me qa propozimi ka administrat aparatorë, që t'i bëni? Do t'i I problemi është që këtu nuk gjikohet një qik në aspektin e rritje, se shikoni që keni lek, shikoni që nuk vetë prokurimet, shikoni që jeni të blokuar, për një gjithë tjetër më. Ka zyrat të specializuar atë amabit të vijin të bëjë studime, kemi bërë studime në vitin 2007 me një universitet italian për urbanizimin e zonave. Ama do kemi një strategi pasaj se qa do bëhet vitin e parë, qa do bëhet vitin e 2, qa do bëhet vitin e 3. Nuk mund të vazhdojt kështu. Unë po them që hajde shumë mirë bëmë ne që miratua me Komision e Ekonomisë ato 5 gjëra. Po va garantoj që ato do të shtojnë të gjitha. Sepse janë prokurime me vlera që mbi limitin që mund të bëhen të thjeshta, dhe nësë kemi kapacitet njerëzore, atëre çfarë bëhet? Do vim në vitin tjetër prapë, të themi kemi miratuar vitin e kaluar të lëmë prapë, sepse këtë kemi bërë. 2 muaj kohë janë të bënë, bie që nesër duhet të mbyllet të hapet procedura e tendrit për të dyja këto, apo 3 sa janë. Qa do bëjë? Do mbete prapë. E qa do bëjë vitin tjetër? Mere kalot, dhe me të drejtë, shef njëre të financës tot. Sa ka marrë këtë të tot, vetëm për ne pravishë në shporë. Po, më të drejtë ka. Se kemi 3 vjetë, kemi 5 milion e këtë vjetra kemi kaluar për ne pravishë, si janë bërë dhe diskutojnë në çdo mbledhje ajo. Po ama kësa i duke se kur çdo mbledhje kaluar nga 5 milion për ne pravishë. Pse? Sepse administrata nuk arrin ta bëjë. Pra, hajde të shikojmë mundësinë të japim ditën e jeshile kryetarit të bashkisë, të marrë të trajnojë administratën. Administrat nga hëna në nuk do sjedhën, këta që janë të pakën të kënë dëshirën e mirë të rritën. Të gjithë kur kemi filluar, ku kemi qënë që shikoni murin e zdini se qishte. Por ama kishin dëshirë mësoni, dhe sot që flasin nga përvoja, më flasin as nga libra, as nga që tjetër. Pasuria me madhe në jetë e të gjithë këtyre që duan të rritën profesionalistë është përvoja. Nuk e të ndoshta, po është, dhe këtë diskutim që e bëra se të njëta në çdo relacion që bëjmë për buxhetin, flasim të njëta tjera, pa po? Kemi të njëta të arsye, kemi të tani. Ideja është të vëmë mundësi se si mund të rregullojmë. Se dhe të rinë prapë, dhe të prapë një të njështë e kotë i bëjnë e të rregullojmë. Kështu që unë ju uroj suksese, pavarësisht se unë dojmë partizani parë, do me thënë që kur të hartohet buxheti i ri, qoftë për stafin drejtues të bashkisë apo qoftë për tjerë, do kemë shumë rezerva për sa i përket trajtimit financiar, se këtu na u kërkua me të madhe që ne të lëshonim dorën për sa i përket trajtimit financiar, për sa i përket pagave, vurëm pagë maksimale me idenë që të gjitha ingranazhet të funksiononin. Unë po shoh që nuk do të zëmë radhë me emra, se dhe ashtu kam arsye dhe argumenta për të flas. Po shoh që të gjithë po rinë dhe shohin vetëm një, shohin vetëm kryetarin. Nuk është administrata të shikojë vetëm kryetarin. Çto thot kryetari, thot njëri. Lipjes vetëm si ambajti goja, se gati ishte thoshte, s'është detyra ime ta bëj tenderin. I kam bërë preventivat janë në rregull. Dhe këtu që kishte drejt ato që këtu se në Afrika. S'është detyrë e Lipes për të bërë tenderin e lerave. Detyra e Lipes është të bëjë prokurimin, të bëjë marrje, të bëjë të gjitha ato preventiva. Situacione e mëshme. Deri aty është. Lipja këto i ka bërë se ne ka bërë 8 muaj para. Shqyqyr që të japim një herë të drejtë, jo në herë të të japësh. Unë këto kisha kryetar, në base ku të jurisë, nuk e di po, se të më kështu pa. Po, falenderit. Tjetër kush do të bëjmë? Ani tek ndryshimi i buxhetit na kërkuar të dhënia e shpërblimit për këta të mështetësh.
Tu në material kemi gjitha do materiale me vendim të Këshillit të Ministrave e kërkesë të inspektorit të kësaj MSZ-s, edhe kategoritë që bashkëdhënimi i Këshillit të Ministrave të kushte për këto shpërblim. E para një këtë material të firmosur nga inspektori i MSZ-s, duhet vi inspektori i MSZ-s këtë para Këshillit të Bashkiak që ta mbrotë. I gjitha të rezumit ka përgatitur materialin, dhe të argumentoj pse këshilltarët duhet t'ja për shpërblim atyre, pavarësisht se ai ka paraqit gjithë materialin. Që e parë, nuk e di, ata ndikojnë këshilltarët, por mendimi im është që duhet vi inspektor të justifikojë punën e tij dhe materialin që ka paraqitur në Këshillin e Bashkisë për të zbatuar vendimin e Këshillit të Ministrave për ndryshimin e buxhetit dhe përdorimin e shpërblimeve, sipas kategorisë ka përcaktuar dhe Këshilli i Ministrave në këtë material. Po mund të flasë pas mendimin tim, por ju mund të këse materialin e keni tërë për... E keni gjithë materialin e paraqitur, apo? Me këto që... Me gjithse Komisioni Ekonomisë mori një vendim. Për Rollësi? Po, për Rollësi. Për detalje. Në Komisioni Ekonomisë vjen një kërkesë nga zyra e këtyre që shuajnë zjarret dhe kërkojnë 3 paga shpërblim. Tani, duke u bazuar në një vendim të Këshillit të Ministrave që duke u nisur nga situata e zjarreve në disa vende, jo në gjithë Republikën e Shqipërisë, në disa vende, siç ishte Dervina, siç ishte Pelena, siç ishte Gramscia dhe Lat. Dhe punëtorët e zjarrfikses zgjatën një javë pune pa ndërprerje dhe të gjithë bashkë ishin dëshmitarë të disa fakeve që flinin në rrugë. Dhe pikërisht ky vendim i Këshillit të Ministrave ishte për këtë gjë. Ishte për këtë gjë dhe për këtë fenomen. Vendimi i Këshillit të Ministrave nuk ishte që të thoshte atje me qenë se ka vajtur makina në pulo dhe vend grumbullimi i mbetjeve urbane. Se po të shikosh 1, 2, 3, 4, 7 herë kanë vajtur vetëm në pulo, që kanë shuajtur zjarre tek veturina. Nuk mund të fitojnë paga, 3 paga ata sepse vend shuajnë zjarre. Për atë, është shumë mirë, marrin pagën e tyre jemi në rregull. Për sa i përket gjendjes së gatishmërisë që kanë dalë me urdhër të kryetarit të bashkisë dhe shumë e lishme. Ata janë paguar në mos gaboj me orë shtesë me të gjitha ofiqet që takon. Në bashkinë tonë, gjatë këtë periudhë sezonit të beharit, nuk ka patur në një zjarr që të zgjaste nga 1 deri në 7 ditë apo nga 7 deri në 15 ditë. Shqyqyr Zotit. Dhe për këtë arsye dhe tjetra. Se ka arsye tjetër. Po të shikosh vendimin e Këshillit të Ministrave, po ta lexoni me vëmendje. Në pikën 5 thot, efekti financiar për strukturat e përcaktuara në shkronjat A, B dhe C të pikën 2 të këtij vendimi përballohet nga fondi i rezervë i buxhetit të shtetit. Pra, pse ne duhet të heqim fonde nga tona për të dhënë këto pashë? Rast se ata ndaj ai se ka dhënë pa qëllim të buxhetit të shtetit, sepse të gjitha këto kërkesa do vjen aty. Ata do të sqarojnë në bazë të dokumentacionit që kanë për të gjitha shuarin e zjarrit dhe do vendosin. Tjetra, në momentin që ne miratojmë shpërblim për ta zëri pagave të ky zë, ne atje rezikojmë fondet dhe do kene pa paga. Më merr pa to? Në një periudhë kohë më të vështirë. Sepse mund të heqin fonde nga vërtet ai sektor ka fonde të paralizuara, po i ka fondet për të tjera gjë, jo për paga dhe për shpërblime. Dhe pikërisht për këtë gjë komisioni i sugjeroi administratës së bashkisë që të bëjë një takim me gjithë trupën efektive që ka zjarrfiksja dhe të marrin mendime që me ato lek t'i harxojnë brenda vitit të blejnë pajisje dhe makineri për mbarvajtjen e punës që të punojnë në kushte optimale. Sepse s'mund të vëmë me çizme dhe astiku të shuajnë zjarrin. Këtë po, hajde mbajmë përgjegjësi, por tani duke mos patur dhe shqyqyr Zotit që s'kishin,
gjendje alarmante apo gjendje të rrezikshmërisë së lartë, nëse mund të japi paga pa 3 herë kanë dalë jashtë me shofun këtu, jashtë bashkisë. Dhe kur vend në vend e ndihmëse, sepse asnjë nuk I fut në bashkitë të tjera të futit këta në trupon pararoj. Nuk e di Ardini mbas na sqaroi mirë se ka qenë oficer. Jo, po të kisha parë çik material, do isha pak më I qatë krenar dhe materiali ka ardhur do ta lexosh. Jo, po nuk është këtu. Atë po të Ka në telefon. Jo, materiali ju ka kryetari. Prandaj komisioni vendosi që me fondet e parealizuara të ky sektor, shumë shpejt administrata e bashkisë të bëjë një takim me trupën dhe të na vinë këtu me një propozim konkret që këto lek të harxojnë për ta prapë, jo nuk ja merr njeri. Por tani kur të gjithë janë administratë dhe një pjesë administratës me 3 paga qy. Sepse punën e ka marrë ai lekun e vet. Dhe pjesa e administratës të ri, morën më duket. Megjithatë, gjithë secili nga ju e ka të drejtën e diskutimit të votës, ndoshta Komisioni Ekonomisë ka marrë vendim të gabuar, ka gjykuar gabim, si ka, hajde të diskutojmë. Po, kush do fjalë tjetër? Sqarimi nga komisioni e dëgjuar, materialin e keni përpara, në base edhe faktet konkrete dhe lëvizjet edhe ato janë pa mohueshme sepse zjarret e vazhdueshme të territorin bashkisë tonë vërtet nuk ka. Ky është një motiv që shteti, kryeministria dhe qeveria ja ka përdorur këtyre forcave të MSZ-s, por në gjysht e vërtet në territorin bashkisë tonë pavarësisht ndihmës që kanë, nuk ka pasur mërgjesa të atyre zgjates nga 1 deri në 7, nga 7 deri në 15 dhe nga 15 dhe lart 1 deri në 3 ditë, por në mënyrë taksative kërkesa e inspektorit të kësaj MSZ është 3 paga. Në mënyrë taksative dhe pa me vendisur që të vijë këtu dhe të thotë, ne kemi këta, vështirësitë tona janë këto. Realiteti është ky. Ne mendojmë kështu, mbas do na motivojmë, ose kemi bërë kaq shumë përpjekje në filan. Dhe kështu mendojmë ne, si mendoni ju. Po I kanë vatu 4 herë te ajo landfilli në Bulo, kanë shuar zjarin dhe çfarë kanë bërë? E kanë thyer në një grop të zezë. Jo, nuk shuar zjarin ka 3 muaj. Një minutë të flas, marroj unë spremën si duash ti. E kanë thyer në grop të zezë, sepse ajo grop kaq e madhe, ishte e veshur, rrethotur me mbrojtës, me kartoset të trash, apo stafat për atë punë. Dhe kanë harxuar ditë të tëra dhe se kanë shuar zjarin asnjë ditë. Është shumë e vështirë vërtet për ta shuar zjarin atje. Po është shumë me vërtet që zjari këtu në gojë, jo këtu që jemi ne, po dhe aty lart apo aty poshtë duket të bie zjari tek ajo landfill. Ka të vëmendshme janë sa që lërë që nuk e shuajnë dot. Kjo është gatishmëria. Edhe ku t'i bie përgjegjësia? Inspektori që na dërgon materiale të marrin 3 paga shpërblim se pas kanë ndjekur landfill. Se s'kan shuar atë. Landfilli rrezikë sot shuar. Atje është ndezur në shtëp. Se kanë ndezur 3 muaj. Atje është bërë, unë e kam parë 2 herë, më riesh ka vatu dhe brenda vet. Ama do të kam parë dhe atë në djegës. Dhe sa si mund të shuar e kam parë, nuk është se e flas në avada, por ajo është të thënë në grop zetë. Gjitha investim që është bërë ajo. Unë po t'isha në vënd ati, do të kërkoja ndjesë para qytetarëve dhe para popullit që nuk e kam shuar atje. Jo, e kam ndjesë, nuk kam shuar. Dhe kërkon 3 paga. Problemi është ne me këtë rast për motivuar dhe gjithë punojësit e MSZ-s, nuk është vetëm se unë flasë edhe për kryetar, atë inspektori, ose komandanti që i quajnë tash. Nuk është
Po problemi kryesor dhe policia kryesor që këtia. Veç agravimit të situatës tjetër, jo nuk duhet ashtë ta trumbetoj apo ta diskutoj këtu në ledhe në kështu sepse e kam kaq ashtu për redetimi për pigje nuk duhet ta bëj, po për mendimin tim nuk e meriton në asnjë të tre këto pika që ka përcaktuar kryeministri, tek asnjëra të këto nuk bashkojnë që t'i thonë po t'na drejtojnë që jetë po takon e tyre. Jo 7-3 ditë, po 2 ditë. Orë e zgjatura me urdhë të kryetarit si mbas kohës dhe emergjenca i ka pasur që justifikohet vërtet realisht ka kohë të zgjatura, po unë di, me ligj atyre, orë të zgjatura është problem, nuk marrë, nuk rri pa marrë. Shteti është problem dhe pakën e atë fondin e ka të miratuar. Nuk e di, ju kënë të përgjede tuaj, në e një kështetarë. Andaj shteti jo më kot i adreson shpërbimin në Këshillat e Bashkisë, sepse Këshilla e Bashkisë është pronari vetëm që i gjithë asetet që disponon bashkinë në të janë pronat të bashkisë të Këshillit Bashkiak dhe Këshillit Bashkiak e jetë në menaxhim administratës bashkisë, ta nuk janë pronar. Pra dhe shteti në basa ligjit i akthen Këshillit Bashkiak vendimin e Këshillit Bashkisë i kryeministrit dhe qeverisë për shpërbim. Por nuk është taksatile që domozon në edha orientimin në udhëzimin e Këshillit Ministrave dhe ne do ta miratojmë me ashtu sot ajo. Me jepet e dita për ta miratuar, nuk ka miratuar atje di urdhë kryeministrit e urdhri i perëndimit. Po e kanë taksative që duan të shpërbejnë, po të dërgojnë fondin e tyre ta paguajnë Këshilli Ministra, qeveria, nuk e paguajnë Këshilli Bashkiak. Pra nuk e merr mendimin e Këshillit Bashkiak. Dhe sa vjen në Këshillin e Bashkiak, do ta menaxhoj, do ta gjykoj dhe do të vendosë. Se cili nga ju ka drejtën tuaj, ta gjykoj, të shpreh mendimin dhe më në fund ne patjetër për miratim. Ky ishte mendimi im, tash si sa e kam djegur vetë, se cili ka ju ka komendin ose ka dhe atë fjalën tuaj për ta shprehur. Kush e do bëj? Po. Tani Gjelo, pa shtuar se fjallë atyre që të kryetari është e papranueshme njerë që unë një shef zyre të paraqitet diçka në mbledhje e Këshillit dhe mos paraqitet ta mbrojë atë që do. Ai nuk keq që marrën 3 paga shpërbim, 3 paga nga pa. E para. E dyta mund të kem dhe para 2-3 mbledhjeve kam kërkuar që të vinë në raport shefi i zjarfikse me çfarë drejtë. Mund të jemi vetë në Këshill Bashkiak në Shqipëri që zjarfikset para situatave nuk kanë asnjë të raportojnë në Këshill. Të vinë në çfarë problematika që ndihmë ato. Ne si kemi dëgjuar kurrë se kemi parë kurrë, ta kam kaq vjetë. Tjetra fato këtu shumë e qartë të dy vendimi i Këshillit Ministrave. Pse do t'i kalojmë nga buxheti jon? Sepse kjo MZSH-s të Bashkisë është një pikë aty që thotë në efektet që vijnë nga buxheti i Bashkisë. Ja nuk ti ke pikën 500 milionë, ti drejtoru rezervës, ti kërkoj fondin, po kërkoj fondi jep jo. Ke një pikë më poshtë pra që është. Mi pra ne të kapim aty ku na intereson ne, fato nuk kapim ku intereson. Po pra është shumë të qartë. Pse ti bëhet efekti financiar për struktura tot. Fillon pika apo për vallën nga fondi rezervë të buxhetit të shtetit. Vazhdo dhe që më poshtë. Po mi pra unë lexoj atë që më intereson mua, ti mos sjell që letën nga. Mirë është ta lexoj të gjithën, e kupton? Po mi, shoh, unë po ta lexoj të gjithin e di që do t'japim ne. Kupton? Jam i qartë. Problemi është të bëjmë edhe pika 5. Më poshtë ato. Është një pikë që Në buxhetin e cila? Nuk e ka se lexova vetëm një Këshill Ministrave. efekti financiar për strukturat e përcaktuara në shkronjën D të pikës 2 të fillimit për vallën nga buxhetet për kasat të njësive të qeverisë vendore është pika 9. Efekti financiar në shkronjën D. Do një nga 8 pikë, dhe Është shërbim mbrojtjes së zjarrit që Në është tipin për ata u drejtuan zyrës. Qartë. Ja është problemi aty. Të më kuptoj shumë mirë. Kuptoj shumë mirë. Po kur pikë edhe një pikë tjetër, që mund të ofrosh aty lekë, dhe jep jo. Jo, ata të shkruar aty për pikën e MZSH-ve të bashkive, efektet përvallohen nga buxheti i bashkisë. E ka të shkruar aty, prandaj si të rikojë. Kemi këtë më. Në rregull, ju e dini.
Nuk janë të lëvë gjithë. Hajde lëvizë në fund, do më falni se jo pra do të surojnë ta Ose edhe se kemi